Dje në qendrën Andrew Mellon në Washington u zhvillua një ceremoni me dhënie çmimesh për arritjet kompjuterike në fushën e mjekësisë. Këtë herë çmimi vjetor ai i shekullit në këtë fushë ju dha fondacionit të Spitalit Ndërkombëtar Virtual Elektronik, që është edhe krijuesi dhe zbatuesi i programit të telemjekësisë në Kosovë dhe Shqipëri. Medaljen e mori drejtori i projektit të telemjekësisë në Ballkan, Dr. Rifat Latifi, mjek traumatolog, aktualisht duke punuar për ndërtimin e sistemit të traumave në Doha të Katarit. Dr. Latifi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dr. Latifi, unë ju uroj për këtë çmim prestigjioz që keni marrë dje, të cilin simbolizohet mjaft bukur me këtë trofe, të cilën ju e keni sjellë sot në studio. Duke ju uruar për çmimin, do dosha të dija në ç'fazë është tani programi i telemjekësisë në Kosovë dhe në Shqipëri. Laura, ju faleminderit shumë për këtë ftesë. Ky çmimin që e kemi marrë mbram i Spitalit Virtual Elektronik për programin e telemjekësisë në Ballkan ishte mjaft i papritur për neve, ishte një befasi shumë e këndshme që kishim një konkurrencë thjesht të mërshme, ishte 51 spitale nga vende ndryshme të botës që kanë një mekanizëm të shkëlqyeshëm, që kanë një numër të madh punonësve edhe programe ndryshme, ndërsa programi i telemjekësisë Ballkanit e fitoi vendin e parë çmimin e shekullit për këtë shekull. Si rezultati i kësaj, programi i telemjekësisë në Kosovë edhe në Shqipëri tash ka hyrë në një fazë të shkëlqyeshme. Në Kosovë ma tash kemi 10 vite, gati 10 vite, në vitin ashtu do ta festojmë 10 vjetorin. Ndërsa në Shqipëri zhvillimi është shumë më i shpejt se sa që kemi bën në Kosovë. Ne kemi ta 6 qendra në Tiranë dhe 5 qendra tjera rajonale që janë në Kuks, në Shkodër, në Durrës, në Vlorë dhe në Korçë. A ekziston infrastruktura e nevojshme për zhvillimin e mëtejshëm të telemjekësisë në Kosovë dhe në Shqipëri? Në Kosovë infrastruktura është denshme, është në gjitha spitalet. Në Shqipëri kemi në 6 spitale, ndërsa infrastrukturën jemi duke ndërtuar për 14 spitale tjera, do të thotë gjithë Shqipëria do t'jenë në një rrjet në spitale. Për shembull me 10 dhjetor vitit kalum, ne kemi inauguruar programin e telemjekësisë në Shqipëri dhe kemi pas në njëjtin ekran 13 spitale nga gjithë tokat shqiptare. Kështu që të cilat kanë komunikuar njëkohësisht pra me juve, me qendrën këtu në me neve kanë biseduar me njëri tjetrin, ne bisedojmë tash për njëjtin smundje, për njëjtin smur, për njëjtin problem, çfarëdo problemi që tjetër qoftë menaxhues apo klinik, kështu që mundësia e komunikimit, mundësia e njohjes njëri tjetrit, mundësia e ngritjes së ekspertizës është jashtëzakonisht e madhe. Pra deri tani ky program ka qenë në fazën e leksioneve, si thua, ose këmbimit të ideve. A ka filluar të zbatohet ai konkretisht, për shembull, në sallën e operacionit? Shumë operacione nga salla e operacionit në spitalin të Universitetit të Prishtinës transmetohen drejt për drejt në sallën e komunikimit ose në auditoriumet anë kënd Kosovës, pastaj anë kënd Shqipërisë. Në njëjtin kohë ne po fillojmë në Shqipëri që nga këtë javë, nga java e ardhshme në realitet, po fillojmë me neurokirurgji, me neurologji, pastaj me hematologji, e me smundje tjera që do të jenë thjesht një qasje totalisht e re në mjekësinë tonë shqiptare. Gjatë këtyre 10 viteve, pra rreth 10 viteve të zbatimit të programit të telemjekësisë, çfarë vështirësish keni hasur? Mund të përmendë disa prej tyre? Vështirësitë më të mëdha janë ndrrimi i mendjes së mjekëve. Ne mjekët jemi mësuar në një mënyrë edhe është shumë vështirë me ndru mentalitetin tonë. Është fjala për egon personale në këtë lloj komunikimi? Nuk e di nëse është ego personale, po është ndoshta mungesa e guximit që të ndrojmë. Po deshtem e nuk deshtem. Neve do të ndrojmë, me që sot mediat sociale, pacientët kur vinë në spital, ma nuk vinë ata me informata të marrë vetëm nga smuti, po vinë me informata cilat i kanë gati, edhe me një fjalë e pyesin mjeku nëse këto informata janë vërtet apo jo. Kështu që pacienti ka ndru jashtëzakonisht shumë. Ma nuk është ai pacienti i cili çka do të që ne i themi mjekët, ata thonë yes sir, po do ta bëjmë këtë. Nuk ato kanë ndru. Pra sipas jush mjekët nuk po ecin me hapin e pacientit. Jo, mjekët nuk kanë zgjidhje tjetër, po të ecin me hapat e pacientit, me hapat e teknologjisë, me hapat e shoqërisë gjatë tonë në gjithë botën. Neve nuk jemi ma të izolum. Ai teatri jonë
nuk është vetëm për neve ma. Sala operacioni nuk është një teatër i Hamletit, do të thotë kirurgut, nga që ne gjithë kemi qasje në operacionin që kirurgu apo në mjek tjetër e banë. Doktor Ratifi, a mund nga njëni me programin tuaj të ri, atët që po punoni tani në Katar, shkurtimisht ju lutem? Në Katar, unë kam shku tash e 5 muj, ndonë se unë ende jam profesor i kirurgjisë në Universitetin e Arizonës, që ndihmojmë shtetit Katarit të ndërtojnë sistemin e traumës. Me që ata po kanë një zhvillim marramens teknologjik edhe ndërtimor. Traumat janë një nga shkaqet më të mëdha të lëndimeve edhe dëmtimeve të mëdha. Kështu që po ndërtojmë sistemin e traumës që është i jashtëzakonisht i nevojshëm për çdo vend, jo vetëm për Katarin, por sidomos për vendet që janë në zhvillim kaq të mëdhenj. Zoti Ratifi, unë ju falenderoj për intervistën dhe ju uroj sukses në punën tuaj. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Faleminderit.